Të ndalemi pak te prokuroria themelore në Prishtinë për sa i përket performancës. Zoti Gashi, sa është e ngarkuar prokuroria juaj me lëndë dhe si kanë performu prokurorët gjatë vitit 2025? Pra, sa lëndë janë trashëgu, janë pranu, janë zgjidh, edhe çfarë mënyre të zgjidhjes kemi në këtë raste? Është vërtet se prokuria jonë duke qenë se përfshin territor të madh nga Podujeva atje, Obiliqi, Fushkësova, Lipjani, Drenasi, Graçanica, edhe brenda qytetit një densë e madhe popullsisë, koncentrimit madh edhe institucioneve, edhe të shtetit qendrore, po edhe institucioneve tjera dhe financiare dhe bizneseve të mëdha, edhe qytetarëve si numër, është e vërtetë se ka një numër të jashtëzakonshëm të punëve. Dikund rreth 8.000 kallëzime penale me kry spanjor pranojnë brenda një viti. Nëse përfshin edhe 2.000 raste me kry spanjor, atëherë dikund 10.000 kallëzime penale brenda vitit i pranojnë prokuria jonë. Edhe dikund edhe 2.000 raste të tjera të shkresave të ndryshme që vijnë, të cilët trajtohen, të cilët humbin kohën trajtimin e tyre, edhe që shumë raste të tilla pastaj edhe mundën të ndërtohen edhe ndiqen edhe sipas detyrave zyrtare, të iniciojnë sipas detyrave zyrtare nga ana e prokurorëve. Kështu që kemi një ngarkesë të madhe, na kemi arritur që brenda vitit 2025 kemi arritur që të ngritim rreth 4.000 akta akuza, edhe një numër i akta akuzave të tjera, dikund rreth 2.000 janë të kallëzime penale të edhura, edhe dikund rreth 300 janë me pushim të hetimeve, që rezulton se në përqindje suksesi apo performanca në përqindje e kësaj prokurie janë dikund rreth 93%, një performancë jo çast mire kam të vepra penale kundër detyrës zyrtare, për shkak se disa nga këto akta akuza nuk kalojnë nuk është kjo përqindje e performancës tonë të akta akuzas që lidhen me korrupsionin zyrtar, me veprat penale në kapitullin e veprat penale kundër detyrës zyrtare, e të cilët, duke qenë se prokuria jonë ka me vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës ekziston njësiti i krimit ekonomik dhe i korrupsionit, një ekip i profilizuar, jam munduar me përzgjedhjen time të jenë prokuror profesional që kanë eksperiencë në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit, edhe po mendoj që jemi në fazën e mirë për shkak se meqense se vitet kaluar nuk ka pas një performancë shumë të mirë, jam zotuar para Këshillit që njësiti kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit do të jetë prioritet për mua si kryeprokuror, kështu që tash kemi një ngritje të performancës dikund të 85%, edhe te këto raste të natyrës të veprave penale të kundër detyrës zyrtare dhe korrupsionit, siç e përmenda disa nga rastet më herët, mirë po ka edhe disa punë për më bë. Unë u zotohem se në të ardhmen do ta ngris edhe jo vetëm aspektin kuantitativ apo të numërave, mirë po edhe aspektin e cilësisë të akta akuzave, meqense përderisa akta akuzat e tjera të krimeve ordinere të tjera kalojnë mbi 93%, ka një ngecje, atëherë na mbetet neve të mos i komentojmë vendimet e gjykatave, mirë po të përmirësohemi vetë, të ngrisim cilësinë, për shkak se ka raste shumë, meqense kam përvojë edhe dikun 15 vjeçare në hetimin e këtyre rasteve, janë raste shumë delikate, është e vështirë të sigurohen provat. Shpeshherë nuk dihet a është keq menaxhim, a është keq veprim e detyrës zyrtare në një drejtori të caktuar, kështu që kemi vështirësi sa i përket mbledhjes apo grumbullimit të provave, edhe pastaj dispozitivit edhe asaj kronologjisë në arsyetimet tona që i kemi me rastin e përpilimit të akteve akuzuese para gjykatave.